nacionalizmi shqiptar ishte nacionalizëm musliman, më shumti. Dhe trashëgonte tani këto se një pjesë e tyre që qenë drejtues në Perandorinë Osmane. Trashëgonte atë liberalizmin, tolerancën që kishte pasur Perandoria, se Perandoria Osmane kishte tolerancë më të madhe dhe ajo ka defektet e vet apo politika që nuk ishin në favor të minoriteteve, por në përgjithësi kishte tolerancë më të madhe dhe minoriteteve. Pra ishte trashëgimi historike kjo. Ky nacionalizëm trashëgonte edhe këtë tolerancën që vinte nga se i thash këta kishin qenë njerëz që kishin qenë edhe administratën osmane, një pjesë e madhe që qeveristin tani në Shqipëri. Dhe e ruanin këtë lloj. Plus saj pati edhe një vizion që vinte nga rrethanat që ne do të ndërtojmë politika korrekte minoritetet për disa arsye madhore. E pa ndryshe nga Ballkanasit, pa ndryshuar Shqipëria. E pan bashkëtesën e minoritetet paqësore, e pan si një element të konsolidimit të shtetit. Nësa fuqitë ballkanike kanë pas si një kancer për shtetin e tyre. Element gërryes. Kjo rezulton sot që del shumë më vizionare. Ndoshta ata nuk është se ishin kaq vizionar, po duke pas të cilësi i quan në këtë përfundim. Pra e pan si një element, por edhe një arsye tjetër. Duke i trajtuar mirë minoritetet e pra ne kanë trajtuar, shmangnin presionin e fuqive të tjera ballkanike. Se ishin në presionin e Greqisë, në presionin e Serbisë, por dhe të Rumanisë. Në lidhje me vlerë. Ka qenë edhe subkonsciencia kolektive profesor, se sado që ta trajtonte mirë, po themi qeveri, ai fshatari atje. Po, do ta them edhe këtë, domethënë, kjo subkonsciencia kishte të bënte me të shkuarën. Pra, që ishte popullsia kishte bashkëtuar me ta, nuk kishte pas përplasje me ta dhe vazhdonte në këtë linjë, po klasa politike që është nuk e kishte këtë mentalitet. Dhe kjo është për ne sot është një titull nderi, por ka qenë është pasuri e madhe dhe që duhet ruajtur. Dhe e treta që ishte e rëndësishme, donin që duke kriju këtë model pozitiv, ta kishin si thosh gojën të hapët, që ta kishin rrugën të hapët që të kërkonin shtetet ballkanike, të trajtonin dhe ata shqiptarë shumë, se kishte shumë popullsi shqiptare, kishte Kosova gjithë që kishte mbetë në sundimin e huaj, ishin shqiptarët e Çamërisë apo shqiptarët të tjerë në Greqi. Dhe ata e përdorën vazhdimisht këtë që ne shteti shqiptar i trajton mirë minoritetet. Pse këta të tjerë duhet që dhe këta të shkojnë në të linjë. Kjo sigurisht nuk është se pi ujë shumë tek ata, sa ata kishin politika të vendosura për të bërë spasime etik. Por gjithsesi u ka shërbyer shqiptarëve deri diku në debatet ndërkombëtare që janë bërë në arenën ndërkombëtare, në aspektin propagandistik etj.